Mësuesja e martuar kreu marrëdhënie me nxënësin e saj, publikohen mesazhet. Nuk e di si të ndahem. Një ish mësuese është dënuar me 4 vjet e gjysmë burg pasi pranoi se kishte kryer marrëdhënie seksuale me një djalë adoleshent, Emily Duru. 26 vjeç u dënua në gjykatën e Kurorës në Lincoln pasi u deklarua fajtore në një seancë më parshme dëgjimore për 5 akuza për aktivitet seksual me djalin. Një deklaratë nga djali e lexuar në gjykatë tha se ai kaloi nëpër diçka që asnjë fëmijë nuk duhet ta përjetoj kur. Aktiviteti u regjistrua gjatë periudhës nga maj deri në qershor të vitit të kaluar. Pas incidentit të fundit, ishmësuesja u vesh dhe më pas i pëshpëriti djalit. Nuk mund t'i tregosh askujt për këtë, tha prokuroria Amber Thompson. Në gjykatë u bë ditur se megjithse djali kishte rënë dakord të mos tregonte asgjë, ai u rrëfeu 2 miqve të tij për incidentet dhe u tregoi atyre një fotografi të saj. Thashë themet nisën të përhapeshin në shkollën e djalit, ndërsa stafi i shkollës kontaktoi policin. Me lejen e djalit, autoritetet kontrolluan telefonin e tij dhe gjetën një mesazh nga mësuesja ku ajo i referohej një shënimi që i kishte lënë bashkë me 20 pound. Në shënim shkruhej: "Më pëlqen çdo pjesë e jotja, nuk e di si të ndahem apo çfarë është kjo. Ja 20 pound për çdo rast. E jotja, M. Zozo." Dru përloti syt në gjykatë teksa u lexua deklarata e ndikimit viktimës e përgatitur nga djali. Në deklaratën e tij viktima tha: "Ajo sillej mirë me mua, më thoshte gjëra pozitive, më blinte rroba, fliste me mua dhe më bënte të ndihesha më mirë me veten. I besoja, i tregoja çdo gjë personale. Ndihesha i gjykuar, ndihesha sikur njerëzit më fajsonin, ndihesha i paaft për të qenë thjesht një fëmijë. Shqetësohesha se njerëzit nuk do të më merrnin kur seriozisht sepse jam një djalë. Besoja se ekzistonte një stigmë ndaj meshkujve viktima të abuzimit seksual dhe kjo frikë bënte edhe më të vështirë përballimin e situatës." Druru u arrestuar në qershor të vitit të kaluar dhe pranoi akuzat gjatë një seance gjyqësore muajin e kaluar. Avokati i mbrojtës i saj, Jeremy Jans, tha se veprimet e saj i kishin shkaktuar humbjen e asaj që ajo shpresonte se ishte një karrierë e përjetshme. Ai paraqiti gjithashtu në gjykatë letra të rekomandimit nga prindrit dhe vëllai i saj. Duke dhënë gjykimin, gjyqtari James House tha se veprat e ishmësueses ishin aq të rënda sa që vetëm një dënim me burgim ishte i përshtatshëm. Gjyqtari tha se abuzimi do të vazhdonte të rëndonte në mendjen e djalit nëse ai po përgatitej edhe për provimet GCS. Gjyqtari House vjoj, ajo ishte në një pozicion besimi. Ajo ishte rritura, ndërsa ishte fëmia. Kjo nuk ishte thjesht një shkelje vetme dhe kjo do të kishte qenë mjaftueshëm e rëndë. Ishmësuesja u mbështet në gjykatë nga bashkëshorti dhe të afërm të tjerë. Ajo nuk kishte precedent penal.